gjithçka pozitivisht. Prej kohës që kemi kuptu që ajo do të vjen në jetë, edhe tash mas pak mujve e kuptum që po vjen edhe djali, do të thotë jeta jonë ka ndryshu 100%. Me qenë se erdhen djemët, erdhen nuset, do të thotë ka ndryshu jeta gjithçka me pozitivitet, knatësi. Kur unë shkoj të ditën nashta jam atje të puna, kur vinë shpe, i gjej këtu në harmoni edhe vetë, mirë presin, me fjallë të bukra, me fjallë të mira, edhe kjo ndoshta zakonisht vjen edhe atje, jemi bashkë, ka ndryshu 100%. Me thonë drejten, jeta kur është bashkë, është një familje e shëndosh, edhe shkojnë raportet e mira, nuk ka knatësi më të madhe. Shpesh herë më pyesin njerëz, ju jeni të jetu bashkë me dy nuset, m'ja një farë lloj befasie, një farë çudie për çfarë arsye më pyet, sepse na e kemi shtëpinë tash me 2 hymje, tash kjo e ka, vjen hymja e kësaj edhe ajo tjetra është e përfunduar, kështu që jemi gjithë me një shtëpi të madhe, edhe pse e ka ndasinë e vet, po knatësia nuk dihet mu përshkru sinqerisht kur jemi gjithë bashkë, si në sofër, si në biseda, si kur dalëm gjithë bashkë, dalëm edhe për atraktivitet në malë, do me thonë në venin ku i kemi edhe bimt certifikume, e kemi ble malin atje, i kemi 5 hektar gati tash i kemi bo në fshatin Plitkovic, e kjo e dëshiron, kur i thujna me shku shpesher, më thët shoku, hej, kjo është shtatzon, po kjo dëshiron me ecë, këtu dojnë me ecë, dojnë me dalë, dojnë me shku, me pa natyrë, nuk jemi asë njëherë për ju, po nëse dikush e thetë një mendim, atëherë gjithë jemi zbashku, kemi knatësin, shkojmë, ham, pim, harmonia është gjithmonë nivel. Ju pëlqen natyra në Kosovë? Po, shumë e dua. Këtë verë po shqihja të shkoj në ngjitje në mal dhe të eksploroj, por të kesh bebi në ardhje, ta pamundson aktivitetet të tilla. Po diçka të tillë kemi bërë gjatë të zonës së kaluar, në Vjeshtë. Por i dua këto gjëra dhe natyra këtu është shumë e bukur. Ndoshta ka qenë interesante për ty që të jetosh me një numër të madh antarësh së bashku? Unë mendoj se po, ishte diçka e re për mua, po përmendoj se kultura këtu është shumë ndryshe se në Amerikë, por më pëlqen edhe ajo, dhe është diçka e mirë të jesh, sepse njerëzit janë mësuar të paragjykojnë shumë dhe në fund familja po që është gjithçka para se të gjithash. Nëse nuk je aty për familje, atëherë asgjë tjetër s'ka rëndësi. Dhe po, kjo po që është një ide e mirë, që gjithë secili përkrah njëri tjetrin, është e bukur. A ishte diçka e çuditshme për ty, shembull Bajrami apo këto normat fetare, islamike? Jo shumë në fakt, unë dhe bashkëshorti im kemi folur shumë për pjesën islame. Edhe unë kam lindur e krishter, edhe unë jam rikthyer në muslimane. Dhe kuptohet, unë ndoshta nuk e praktikoj atë më së miri, por ky është besimi im. Dhe po, unë ende po mësohem me gjëra të tilla, si për shembull me festën e juaj, si ajo e Bajramit, e cila është e shpeshtë. Është një përvojë e mirë,